Mirëmbrëma, faleminderit juve. Ardita, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, e kritikon ashpër Turqinë, duke thënë se është i tmerruar nga sjellja e këtij vendi dhe ka konsideruar se ka shkelur kartën e Kombeve të Bashkuara. Ai thotë, tani është plotësisht e qartë se Turqia nuk dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe është duke ëndërruar sërish ringjalljen e perandorisë osmane. Ka qenë ky një nga reagimet, sepse pati edhe nga shefi i shtabit të ushtrisë së Serbisë një reagim akoma dhe më të ashpër. Pra, doja t'ju pyesja, si shpjegohet ky përkeqësim kaq i beft i raporteve për të cilat presidenti Vučić është kujdesur që me Turqinë t'i ketë shumë të mira? Po, presidenti Vučić në një deklaratë publike që ka bërë dhe përfaqësues institucional të Serbisë, fillimisht Vučić pretendon që furnizimi i dronëve ka më shkel të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, po ashtu edhe vetë presidenti Vučić në deklaratën e tij thotë se kemi një paralajmërim të destabilizimit të Ballkanit dhe për qëllime gjeopolitike. Presidenti Vučić ka folur edhe për pasojat që do t'jenë të ardhmen se përket marrëdhënies mes Serbisë dhe Rusisë, Serbisë dhe Turqisë nëse furnizimet vazhdojnë. Presidenti Vučić ka qenë shumë i zëshëm duke kërkuar që edhe autoritetet ndërkombëtare të ndërhyjnë për të respektuar marrëveshjet ndërkombëtare dhe gjatë deklaratës së tij Aleksandar Vučić ka folur edhe për implikimet dhe çështjet që i kanë ngritur dhe i sheh furnizimin e dronëve si një pjesë të militarizimit të Kosovës që sipas tij mund përkeçojë edhe tensionet. Po ashtu presidenti Vučić kërkon vedije për reagime të ndërkombëtare dhe ndikim që mund të ketë kjo në marrëdhëniet rajonale, sidomos me Turqinë dhe vendet perëndimore. E dim se Aleksandar Vučić furnizimin e Kosovës me dronë nga ana e Turqisë do ta përdor këtë çështje edhe në arenën ndërkombëtare, për këtë kanë paralajmëruar edhe përfaqësues të ushtrisë serbe dhe vetë presidenti Vučić, por ai këtë karem do ta përdor për të forcuar edhe pozicionin e tij diplomatik dhe për të kërkuar mbështetje nga Rusia e Kinë. Mbaroje mendimin, lutem. Po, reagimet e presidentit Vučić mendojmë se në këtë momentum, nëse bëhet një analizë, janë kryesisht motivuara politikisht dhe ato synojnë që truajnë imazhin e Serbisë si një garant i paqes, çdo herë duke u sjellur kërshi shteteve të cilat pak lëvizin pozicionin e Serbisë duke luajtur rolin e viktimës. Ne shohim se furnizimi me dronë nga ana e Turqisë se përket Republikës Kosovës e ka kundërshtuar fuqishëm presidenti Vučić dhe kjo ka ngritur zërin edhe tek media dhe tek shoqëria civile, ku në një moment kërkon edhe mobilizim edhe të atyre që mendojnë ndryshe në Serbi, sepse thot Serbinë dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor po e pret një destabilizim i ashpër për cilat po jep paralajmërime Kosova dhe shtetet që kanë mbrojtur shtetëformimin e Kosovës. Po. Eduard, doja një opinion nga ju duke qenë se e njihni mirë politikën e jashtme turke. Çfarë ndjesie krijoi, sepse nuk e di, në opinionin publik dhe në media, ky fakt, sepse autoritetet turke, pra autoritetet zyrtare, Ministria e Jashtme, i është kërkuar nga shumë kanale televizive të japin një prononcim për këtë reagim të presidentit Vučić, por nuk është artikuluar. Por qasja juaj, cili është reagimi në opinionin mediatik turk për sa i përket kësaj lëvizje, dronëve Sky Dagger që mbritën në sasi të konsiderueshme dhe që nuk janë të parët pas dronëve Bayraktar që mbrin në Republikën e Kosovës?
Shiko Franco, çështja e armatimit të shteteve të Ballkanit nuk është e para Kosova që po e bën këtë hap, domethënë. Kosova në fakt po bën të drejtën e vetë Zotit që ka për të armatosur dhe për të mbajtur lirinë e saj, domethënë, për të ruajtur lirinë e saj. Edhe Serbia ka bërë më parë këtë dhe nuk ka patur kaq zhurmë të madhe domethënë në publik. Dihet që armatimet kineze, armatimet ruse kanë ardhur në Serbi dhe askush nuk ka folur për këtë, sepse ne po jetojmë në kohë të cilët shtetet po armatosen dhe për fat keq, kjo është për fat keq vallaj që shtetet në vend që ti kushtojnë në rëndësi ekonomisë, domethënë edhe